Kongresi kishte një përfaqësi, që do të thotë delegatët e secilit rreth caktonin njërin nga ata përfaqësi që quhet përfaqësia e Kongresit, e cila është një strukturë përfaqësia, sekretaria për të bërë komisioni verifikimit mandatet, për të bërë më të lehtë administrimin e punëve të Kongresit. Dhe në këtë përfaqësi, disa nga delegatët e Kongresit propozonin emrat për në Komitetin e Përgjithshëm Drejtues. Se këtu shkureshtja më e madhe e audiencës, kur vim tek emrat, konkretisht për drejtuesit e rinj të Partisë Socialiste, cilët ishin më konkurrentët, si u propozuan, nga kush u propozuan? U zgjodhen anëtarët e Komitetit Përgjithshëm Drejtues. Nga Komiteti Përgjithshëm Drejtues, pastaj votohet kryesia e partisë, sepse anëtarët e kryesisë duhet ishin anëtarë të Komitetit Përgjithshëm Drejtues. Dhe këtu prap në emër të përfaqësisë, kryetari i përfaqësisë propozohet të jenë, për shembull, nga 15 anëtarë kryesie propozoheshin 30 veta për 15 emra. Dhe këtu tani u propozuan nga përfaqësia, përveç Fatos Nanos, Servet Plumbit, madje kam një kujtim, sepse me profesor Servet Plumbin kam rastisur aty e kam takuar për herë të parë fizikisht në Kongres, sepse kam rastisur të jem në sallën e delegatëve ngjitur me të. Pra u propozua Fatos Nano, Servet Plumbi, Spiro Dede, dhe një grup tjetër tani. Dritëroj, se ka qenë? Po pra u propozua Dritëroj, u propozua Mojkom Zeqo, u propozua Xhevat Loshi, të cilët natyrisht u vunë në votim. Por ajo që është e rëndësishme, dhe unë dua ta them, për të kuptuar mekanizmin se çfarë ndodhi që ajo masa e madhe e delegatëve që u ngritën dhe donin ta shqyenin Dritërojin, ndodhi që Dritëroj u zgjodh antari i kryesisë së Partisë Socialiste. Dhe Eduard Trokitën në mënyrë të stuhishme. Edhe ata që Eduard Trokitën aty për ta përzënë, që gati ta shqyenin, Eduard Trokitën 10 fish pastaj kur doli emri i Dritërojit si antar i kryesisë së Partisë Socialiste, dhe këtu ka hyrë në lojë pastaj intuita e një njeriu që dinte se si funksionojnë instrumentet e partisë, siç ishte Ramiz Alia, i cili ka ndikuar përmes Xhelil Gjonit, Spiro Dedes dhe të tjerëve që ishin të mekanizmave të partisë, që Dritëroj duhet të dalë me do e mos. Unë e kam dëgjuar vetë në atë kohë, sepse rrinim në zonën ku ishte Ramiz Alia, që nëse nuk del Dritëroj antari i kryesisë, partia mori fund. Dhe kështu është zgjedhur Dritëroj në kryesinë e parë të Partisë Socialiste për të bërë pastaj natyrisht figura e madhe politike edhe e Partisë Socialiste. Janë dy momente në historinë politike të Shqipërisë. Do të them dhe një gjë, në këtë moment është fat, besoj unë, duke ja njohur zotësinë, duke i njohur paanësinë, objektivitetin, edhe mençurinë, që është botuar një libër nga Spiro Dede, Socialistja. Sepse Spiro Dede ka qenë në embrionin e të gjitha zhvillimeve, të ndryshimeve, të përpjekjeve për të reformuar, për të renovuar, të një avanguardist, një pararendës i asaj që u bë Partia Socialiste më pas, por që në vlerësimin tim për fat të keq nuk është çmuar dhe nuk është respektuar nga Partia Socialiste për këtë rol të tij të veçantë, aq sa që e meriton një figurë si Spiro Dede. Por edhe u troq ai, u vetë zgjodhi. Tjetër gjë, ai dëgjoj, nëse Xhelil Gjoni apo nëse Spiro Dede apo secili nga këta do të donte të bëhej kryetar partie, do të bëheshin shumë kollaj, se ishte partia e tyre në atë moment. Por ata kuptuan me mençuri momentin e tërheqjes dhe për t'ia lënë rrugën një brezi tjetër politik. Por Fatos Nano, për shembull, që nuk ka rezistuar të mos bëhej kryetari i partisë, delegatët kanë ndetur gati 4-5 orë në sallë të prisnin që të mbaronte mbledhja ku do të dilte kryetari nga Komiteti i Përgjithshëm Drejtues nga kryesia, ka rezistuar dhe në fund ka pranuar, duke thënë, pranoj të bëhem kryetar me kushtin që të kem zëvendës kryetar Servet Plumbin dhe nën kryetar Spiro Deden dhe Ismail Leshin. Dhe kështu u bë. Kjo ishte Këta ishin udhëheqja e parë e Partisë Socialiste.